Regjia kalojmë tek historia tjetër, I ulin pak dritat, se është histori dashurie. Një histori mes detit. U njohem aty ku arti takon shpirtin. Në një shfaqje teatri, në qytetin e zhurmshëm e të ngrohtë të Vlorës. Ajo, një vajzë e qetë, studente vitit të dytë, me sytë që qeshtin dhe kurheshte. Ai, aktor vlonjat, I rritur mes rrugicave, me erë deti dhe zhurmës së valve në lungomare. Ishte një njohje e papritur, si një perëndim që të zë në befasi. Kur del nga shtëpia dhe sheh qellin të skuqur me një ngjyrë që s'e ke parë kurrë. Aty nisi gjithçka. Provat e zgjatura në mbrëmje, buzëqeshjet në fund të rreshtit, kafenet e vogla, ku ndanin ëndrat dhe frikrat e tyre, dhe pastaj shëtitjet buzdetit, ku gjithçka dukej më e thjeshtë e më e bukur. Vajza e dashuroi siç dashurohet një herë në jetë. Me gjithçka kishte. Ai e bëi të ndjehej si një heroin e një skene që s'mbaronte kurrë. Por, me kohën, maskat e teatrit u përzien me realitetin. Gabimet e një pasnjëshme, gënjeshtra që peshonin më shumë se fjalët, dhe një tradhti që ja ndau shpirtin në dysh. Ajo nuk bërtiti, nuk e uli kokën, nuk e mallkoi, sepse pavarësisht gjithçkaje, ai kishte qenë një pjesë e bukur e saj. Ndoshta nuk mund ta mbaj. Mendonte shpesh, por kam jetuar një dashuri që më bëri të ndjej çdo qelistë të trupit tim. Sot, ajo nuk është më në Vlorë, por sa herë dëgjon fjalën perëndim, I vjen ndërmend ai qytet, lungomare, me trita që pasqyrohen në ujë, deti që qetëson dhe shpirtin më të trazuar, dhe një djalë që e donte ndoshta në mënyrën më të gabuar, por e donte. Nëse dikush e pyet për të, ajo buzëqesh. Ishte një kapitull që s'mund të rishkruhet, por ishte I bukur dhe I imi. Nuk kemi më bashk, as nuk kemi të vuaj. Thjesht jemi dy njerëz që dikur u deshën thellë në qytetin e detit, të perëndimeve të kujtimeve, sepse ka histori që nuk përfundojnë me një dorë për dorë, apo me një përgjithmonë, por përfundojnë si një kujtim I artë në muzikë, një frymë që të prek lehtë kur ecën pranë detit, në qytetin e dashurisë së parë, Vlorë. Pra kjo ishte historia tjetër, anonime, një histori dashurie. Ndodh që dy njerëz mund të duhen, por nuk përfundojnë bashkë. Historitë janë të shkruara. Nëse pas kësaj historie kaq të bukur dashurie, regjia shkojmë në një hapësirë muzikore.